Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta denoncoi nga qelia masakrën zgjedhore të 11 majit, duke theksuar se tjetërsimi mafioz i votës është një kërcënim për demokracinë. Në një reagim në Facebook, teksta shpërndan videon e denoncimit të trenit bullgar në fshatin Pekisht në Peqin të Elbasanit. Meta thot se banditizmi elektoral, shitblerja e votave dhe përdorimi i bandave, parave të drogës dhe shteti elektoral tregojnë qartë që vota e qytetarëve u manipulua. Ky regjim i bazuar mbi krimin që bazon çdo gjë në tjetërsimin, manipulimin dhe në infiltrimin e njerëzve të korruptuar brenda opozitës, përmes mekanizmave shtrëngues të drejtësisë së re, shkatërroi standardet e zgjedhjeve, demokracinë dhe shtetin e së drejtës. Betejë për votën e lirë është e pakthyeshme për të mbrojtur Shqipërinë nga greminat dhe shqiptarët nga kthetrat e narkoshtetit kriminal. Ne nuk do të ndalemi përballë asnjë shantazhi, presioni apo manipulimi. Meta thekson se mbrojtja e votës së lirë është një mision kombëtar për të rikthyer Shqipërinë në rrugën e demokracisë së vërtetë dhe shtetit të së drejtës. Sot beteja është mes narkokriminalëve që kanë zaptuar pushtetin dhe të drejtës së qytetarëve për të zgjedhur me vullnetin e tyre njerëzit që respektojnë kushtetutën dhe ligjin. Themeli i fitores është vota e lirë, ndaj të bëjmë çdo sakrificë për t'ia shkulur pushtetin narkoqeverisë dhe për t'ia kthyer pushtetin qytetarëve. Meta paralajmëroi se opozita do të evidentojë dhe denoncojë çdo shkelje, apozim dhe tentativë për t'i kthyer zgjedhjet në farzë dhe falsitet total.